Po, a ke vështirë tash prej këngëtarit, prej këngës me dal një lahi? E kom pas lanë muzikën, nuk e disha do të me lëshu zonin krejt, apo me mëjt pak si në gjynjës. Kure përgjigje nuk më dhe, pse si vo arsimtar, profesor, mësus? Po, thash unë, profesionis i muzikës së më kalan, man. Se të dhja mi thonë profesion ose jo, se normalisht nuk ke ko edhe më marë aktivisht për shemë dhe me muzikë, edhe me ushtru detyrën e mësuesit e arsimtarit. A është edhe kjo pjesa që e bënëm deri tash një farë lloj edukatori, një farë lloj mësuesi për ato fjalë që i them herët në fillim? Normalisht, tash secili njeri, domethënë, është qenje sociale dhe ka të shkon edhe nëse s'flet hiç, ndoshta edhe veç me sjelljen e tij, me të esurit e tij, reflekton te njerëzit e te fëmijët. Mendoj që edhe pse se kom ushtru detyrën e arsimtarit, elhamdulillah me këngët me ilahit që i kom bo, mendoj që kemi përcjell mesazhe të mira te të rit. Do të thonë, arsimtar, profesor, mësues nuk u boni. U boni këngëtar. Po a ke vështirë tash prej këngëtarit, prej këngës me dal një lahi? Po, normalisht vështirë. Bile fillim kur e kom pas lanë muzikën, nuk e disha do të me lëshu zonin krejt, apo me mëjt pak si në gjynjës, si me falcet këna isha. Kur e nale muzikën, në nalen edhe buzëqeshje, apo? Po, normalisht. Bile shumë njerëzve nuk ju besoj ke që unë e kom lanë, thëshin, le se këfillet, tash e ka një kohë të shkurt edhe veç pak të dalmi që të pak këfillet, se që shtë pajshin ty atë më ta. Kanë mendu që e kam në veç një eufori e momentit edhe tash i kalan ajo se i ri. Sikur disa që i shkojnë falën pak të ditë edhe e lojnë. Se i kom pas 25 vjeçar jam kanë. E cili ishte momenti kur e morë vendimin për me lanë muzikën? Po, momenti nuk ka orë, ashtë edhe bashkë rastësisht se unë jam kanë fetar edhe ma herët, jam mundu e namazin me falë rregullisht. Po, vitin 2003 o kanë, dhe më thonë, kur unë kam pas lexu, dhe më thonë edhe literaturë fetare edhe ma herët, Koranin gjuhën shqipe, kam pas lexu librin Riyadus Salihin të Imam Nevevijut, aty ka hadithet shumëta